me pasion, me kurajo, të guximshëm, të vendosur. Përreth nesh, njerëzit jetojnë plotësisht të angazhuar. Jemi dëshmitar okular se si atletët i shtyjnë kufijtë e aftësive të tyre fizike. Si përmarrësit i çojnë industritë përpara, dhe njerëzit krijues e eksplorojnë potencialin e artit dhe performancës. Jeta jetohet më mirë kur je i angazhuar plotësisht, por po sikur të bënim të njëjtën gjë me besimin tonë. Po sikur ta çonim besimin në një nivel më të lartë nga sa mendonin se mund të ishte, ne si besimtarë jetojmë jetën plotësisht të angazhuar. Jemi plotësisht të përkushtuar, tërësisht të përfshirë. Edhe vetë do të abiteshit nga ta që mund të bëheni përmes fuqisë së Perëndisë. Ju jeni të pakufishëm dhe jeni plotësisht të angazhuar. Po ju lëm me mikpritësin tuaj, doktor David Jeremia. Trajnerët e futbollit bërtasin bën një përpjekjet maksimale. Përgjegjësit e ndërtimit thonë, vërini shpatullat punës. Mësuesit e kimis luten, vini trurin në punë. Por gjejeni se çfarë tha Jezusi. Ai tha, jepni zemrën tuaj, shpirtin tuaj, forcën tuaj dhe mendjen tuaj. Për çfarë kishte fjalën ai? Po fliste për ta dashur Perëndin, për ta njohur Perëndin dhe për ta kërkuar Perëndin. Ai po fliste për të qenit plotësisht angazhuar me Perëndin. Dhe ky është titulli i mesazhit të sotëm, plotësisht angazhuar me Perëndin. Qoftë në futboll, në punë fizike apo në studime, jeta na e kthen investimin tonë. E njëjta gjë funksionon edhe në marrëdhënien tonë me Perëndin. Kur ne e kërkojmë Perëndin me gjithë jetën tonë, çdo pjesë e jetës sonë përfiton. Gëzimi ynë, urtësia jonë, vendimarrja jonë dhe drejtimi që kemi në jetë. Çdo gjë ndikohet kur ne jemi plotësisht angazhuar me Perëndin. Prandaj më ndiqni në programin e sotëm në Moment Vendimtar. Çfarë do të thotë që ti jesh plotësisht i angazhuar me Perëndin? Si mundet madje të flasim me të? Si ta duam Perëndin? Si të angazhohemi me Perëndin? Duhet të them se Perëndia është frym. Unë jam prej mishi dhe gjaku, unë nuk mund ta përqafoj atë. Çfarë mund të bëj për ta dashur Perëndin? Si mund ta shpreh këtë dashuri për të teksa ja adhuroj atë? Për këtë dua që të flas me ju në këtë kohë që jemi bashkë. Në fakt, historia fillon në Dhjatën e Vjetër, kryesisht në librin e Ligjit të Përtërir, por edhe më herët se kaq. Më lejoni t'ju tregoj kontekstin. Siç e dini, fëmijët e Izraelit ishin të skllavëruar në Egjipt për 400 vjet. Dhe kur ata dolën nga Egjipti, kjo pjesë u quajt Eksodi. Dhe në Bibël kemi një libër që titullohet Eksodi dhe është historia e popullit të Izraelit kur del nga Egjipti, është Eksodi i tyre. Kur ata dolën nga Egjipti, ata nuk kishin një qendër të mirëfillt, prandaj ata kishin nevojë për disa informacione se si ta adhuronin. Prandaj u shkruajt libri i Levitikut për të na treguar se si ata u udhëzuan që ta adhuronin Zotin. Të gjitha ceremonitë, të gjitha ditët e festave, të gjitha hyrjet dhe daljet në tabernakull janë në librin e Levitikut. Pastaj kalojmë te libri i Numrave, ku kemi një histori të trisht sepse fëmijët e Izraelit kishin arritur në vendin ku ishin gati të futeshin në tokën e premtuar, por ata dërguan spiun në atë tokë për ta parë dhe 10 spiun u kthyen dhe thanë, ne nuk mund të futemi dot dhe ta marrim këtë tokë. Dhe në mosbesimin e tyre ndaj Perëndis, i gjithë kombi u ndëshkua. Ju kujtohet se cili ishte ndëshkimi? Asnjë prej atij brezi nuk do të lejojë të futej në tokën e premtuar. Çdo njeri i atij brezi që refuzoi të bindej Perëndis, duhej të vdiste. Dhe të vetmit njerëz nga ai brez që u futën në tokën e premtuar ishin Jozueu dhe Kalebi. Prandaj në librin e Numrave ajo që kemi është një kolon e gjatë nekrologjike. Të gjithë vdesin. Pastaj vim te libri i Ligjit të Përtërir. Më pëlqen ky libër, kuptimi i tij është hera e dytë. Deuteronomi, kuptimi i tij do të thotë hera e dytë. Në cep të tokës së premtuar, Mojsiu i kujton popullit të Izraelit 10 urdhërimet. Dhe pastaj ndalon që të përqendrohet tek urdhërimi më i rëndësishëm që kishte dhënë ndonjëherë Perëndia.
Udhëzimi për të dashur Perëndin gjendet tek ligji i Përtërir 6, 4 dhe 5, në një pasazh që quhet Shema ose Shema. Ligji i Përtërir 6, 4, 5 thot: "Dëgjoj Izrael, Zoti Perëndia ynë është një i vetëm. Ti do ta duash pra Zotin Perëndin tënd me gjithë zemër, me gjithë shpirt dhe me tërë forcën tënde." Këto dy vargje janë quajtur Shema sepse Shema është fjala e parë dëgjoj. Dhe është lutja qendrore e librit hebre të lutjeve. Shpesh është pjesa e parë e shkrimit që një fëmijë hebre mëson. Hebrejt ortodoksë shqiptojnë çdo fjalë me shumë kujdes dhe i mbulojnë syt me dorën e djathtë. Shumë hebrejnë e recitojnë Sheman 2 herë në ditë, 1 herë në mëngjes dhe 1 herë në mbrëmje. Është quajtur e vërteta themelore e besimit të Izraelit dhe betimi i Izraelit për besnikëri, Shema. Po e them edhe një herë, dëgjoj Izrael, Zoti Perëndia ynë është një i vetëm. Ti do ta duash pra Zotin Perëndin tënd me gjithë zemër, me gjithë shpirt dhe me tërë forcën tënde. Tani para se të thellohemi tek kjo dhe se si na mëson që të angazhohemi plotësisht me Perëndin, duhet të theksojmë 3 gjëra nga ky pasazh i shkurtër. Së pari, prioriteti i Perëndisë. Qëllimi i Shemas ishte të nguliste te populli i Izraelit privilegjin dhe hirin e madh të marrëdhënies së tyre me Perëndin. Ata duhet ta donin Perëndin, sepse Perëndia më së pari u kishte treguar dashurinë e tij. Është e njëjta mënyrë që lexojmë në Dhjatën e Re. Në këtë është dashuria, jo se ne kemi dashur Perëndin, por që ai na ka dashur ne dhe dërgoi birin e tij për shlyerjen e mëkateve tona. Ne e duam atë, sepse ai na deshin neve. Prioriteti i Perëndisë. Pika e dytë ka një fjalë shumë interesante, individualiteti i Perëndisë. Këtu ne lexojmë Zoti Perëndia ynë është një i vetëm. Por çfarë kuptimi ka kjo frazë? Po ju them disa nga mënyrat se si është përkthyer në parafrazime dhe versione të tjera. Zoti Perëndia ynë, Zoti është një. Zoti Perëndia ynë, vetëm Zoti. Perëndia, Perëndia ynë, Perëndia një dhe i vetmi. Zoti Perëndia ynë është Zoti i vetëm. Zoti është Perëndia ynë, Zoti është një. Në mënyrë që ta kuptojmë kuptimin e kësaj, duhet ta shikojmë në kontekstin nga ku kishin ardhur izraelitët dhe se ku po shkonin. Për shembull, ata kishin dalë nga Egjipti, një vend i mbushur plot me idhujtari. Ata ishin ekspozuar për gjithë ata vite ndaj idhujtarisë së kombit egjiptas. Dhe për ku ishin drejtuar? Ata ishin drejtuar për te kombi më i keq, më politeist dhe idhujtar që ka ekzistuar mbi këtë tokë ndonjëherë, Kanaanejt. Prandaj në këto mesazhe që Mojsiu i predikoi popullit hebre në librin e ligjit për të rirë, ndërsa po i përgatiste ata për të futur në tokë, një nga gjërat thelbësore ishte që ata të kuptonin se nuk duhet ngatroheshin me këto idhujtari. Zoti i tyre ishte një. Ata kishin një Perëndi dhe vetëm një Perëndi. Nuk ka shumë Perëndi, nuk ka disa Perëndi, është vetëm një Perëndi. Perëndia ynë është Jahue, vetëm Jahue është Perëndia ynë. Pikërisht këtë po komunikonte Shema atyre, edhe pse ishte kaq vendimtare që ata ta përsërisnin shpesh atë dhe të mos e harrojnë kurrë se kanë një Perëndi dhe jo shumë. Dhe pastaj ishte edhe qëllimi i Perëndisë. Qëllimi i Perëndisë gjendet në pjesën e parë të vargut: ti do ta duash pra Zotin, Perëndin tënd. Tani në sipërfaqe kjo duket shumë e thjeshtë dhe jo shumë e vështirë për të kuptuar, por është e thellë. Pikë së pari, si mund ta urdhërosh dikë që të dojë? Dashuria nuk është diçka që e bën për shkak të një urdhri, të paktën ne nuk mendojmë kështu. Në kulturën e sotme dashuria është një emocion, dashuria është një ndjenjë. Dashuria është një ndjesi kur ju jeni pranë një njeriu që është i veçantë për ju. Dashuria është më shumë diçka që e ndjen, sesa diçka që e bën. Un kam një shënim të shkurtër te Bibla e studimit të Jeremias që thotë si mund të urdhërohet dashuria. Dhe nuk mund të kuptohet e ndarë nga fakti se dashuria, siç na është përshkruar në Dhjatën e Vjetër dhe të Re, është shumë ndryshe nga çdo gjë që dim për dashurinë, të paktën normalisht. Kuptoni që dashuria biblike nuk është thjesht një emocion, nuk është thjesht një prirje e këndshme ndaj dikujt tjetër, por ajo është një përkushtim që demonstrohet përmes veprimeve tona. Fakti i thjesht që dashuria te ligji i për të rirë është një dashuri që mund të urdhërohet, tregon që kjo nuk është thjesht një emocion, është një përkushtim ndaj Perëndisë.
Ajo shprehet me besnikëri dhe me shërbim. Dhe një nga gjërat që është më e mahnitshme te libri i ligjit të përtërir, siç u përmenda, është fakti se këto janë mendimet që ishin në të gjitha mesazhet që Mojsiu u predikoi atyre ndërsa po bëheshin gati të futeshin në tokën e premtuar. Unë e lexova librin e ligjit të përtërir dhe u mahnita nga fakti se sa shumë herë i është thënë popullit të Izraelit se cili ishte vërtet përkufizimi i dashurisë. Nuk mund t'ju tregoj shumë nga këto vargje, por mund t'ju tregoj mjaftueshëm sa të kuptoni se për çfarë kam fjalën. Nuk do t'ju kërkoj që të më ndiqni në Bibël këtë herë, por më ndiqni në ekran. Do t'i përmend këto vargje sa më shpejt që të mundem, por dua që të kuptoni ndërsa i shihni ato në ekran, lidhjen mes dashurisë për Perëndin dhe të qenit i bindur ndaj tij. A jeni gati? Le të fillojmë. Dhe tani o Izrael, çfarë kërkon nga ti Zoti, Perëndia yt? Të kesh frikë nga Zoti, Perëndia yt, të ecësh në të rrugët e tij, të duash dhe ti shërbesh Zotit. Duaje pra Zotin, Perëndin tënd, dhe respektoj gjithnjë rregullat e tij, statutet e tij, dekretet e tij dhe urdhërimet e tij. Por në rast se do t'u bindeni me kujdes urdhërimeve të mia që ju jap sot, duke dashur Zotin Perëndin tuaj dhe duke i shërbyer me gjithë zemër dhe me gjithë shpirt, duke respektuar me kujdes të gjitha urdhërimet që unë ju urdhëroj të zbatoni në praktik duke dashur Zotin Perëndin tuaj. Në rast se ti respekton këto urdhra që unë t'i jap sot duke dashur Zotin Perëndin tënd, prandaj unë të urdhëroj ta duash Zotin Perëndin tënd, të ecësh në rrugët e tij, të respektosh urdhrimet e tij, statutet dhe dekretet e tij. Janë vetëm disa nga një numër i vogël vargjesh që janë të shpërndara në gjithë këto mesazhe që Mojsiu po u predikonte izraelitëve. Çfarë po u thoshte? Mos ma tregoni me fjalët tuaja boshe se sa shumë e doni Perëndin. Unë dua që ta tregoni dashurinë tuaj për Perëndin, duke bërë atë që Perëndia ju kërkon që të bëni, duke ndjekur udhëzimet e tij. Mund thoni kjo është fantastike, por kjo është teologji e dhjatës së vjetër. O jo, nuk është. Është teologji e dhjatës së re. A nuk e keni lexuar këtë? Gjoni 14:15. Nëse më doni, zbatoni urdhërimet e mia. Gjoni 14:21. Kush ka urdhërimet e mia dhe i zbaton, është ai që më do. Wow! Gjoni 14:23. Jezusi u përgjigj dhe i tha, nëse ndokush më do ta zbatoj fjalën time. 1 Gjoni 5:3. Sepse kjo është dashuria e Perëndis, që ne të zbatojmë urdhërimet e tij dhe urdhërimet e tij nuk janë të rënda. Udhëzimi për ta dashur Perëndin është thjesht një kujtesë për ne, se edhe pse është shumë e rëndësishme që ta shprehim dashurinë tonë për Perëndin me gojë, ky nuk është thelbi i dashurisë për Perëndin. Sa prej jush e din, se mund të dalesh në botë dhe të jetosh si pjesa tjetër e botës pa patur një uri apo pa ju referuar Perëndis gjithë javën, të vish në kishë të dielën, të ngrihesh dhe të këndosh se sa shumë e do Perëndin, por sa boshe është kjo. Ne duhet ta shprehim me fjalët tona padyshim, por jo të jenë pa përmbajtje, dhe përmbajtja e dashurisë së Perëndis është bindja. Dhe tani vim te interpretimi i dashurisë për Perëndin. Ky është prezantimi i dashurisë. Kur arrim te dhjata e re, ndodh një gjë e mahnitshme. Zoti Jezus na jep një predikim të shkurtër mbi këtë pasazh. Një mësues i ligjit shkon te Jezusi dhe i thot: Zoti Jezus, cili është urdhërimi më i madh në Bibël? Dhe Zoti Jezus i përgjigjet kësaj pyetje, ai thot: duaje Zotin tënd, Perëndin tënde me gjithë zemrën tënde, me gjithë shpirtin tënd dhe me gjithë mendjen tënde. Dhe i dyti i ngjashëm me këtë është: duaje të afërmin tënd, por si vetveten. Kur Jezusin e pyetën për urdhërimin më të madh, ai u përgjigj duke ju dhënë 2 urdhërime. Shemas ai i shtoi edhe urdhërimin: duaje të afërmin tënd, por si vetveten. Dhe ai liston 2 urdhërimet, por në të vërtetë jep vetëm një urdhërim, dhe ky urdhërim është të duash. Dhe duke e bërë dashurinë për të afërmin pjesë të dashurisë për Perëndin, ai thjesht po thot: nëse më doni mua, zbatoni urdhërimet e mia, sepse unë ju kam urdhëruar ta doni njëri tjetrin. Prandaj kur e doni njëri tjetrin, çfarë po bëni? Ju po e doni njëri tjetrin, po më doni edhe mua. Por çështja kryesore e mesazhit tonë të sotëm është se gjithë ky diskutim mbi dashurinë vërtet nuk ka as pak të bëjë me emocionet, nëse më së pari nuk ka të bëjë me bindjen. Për të na prezantuar me dashurinë për Perëndin, Jezus i tha: ja se cili është urdhërimi më i madh, duaje Zotin Perëndin tënd me gjithë zemrën tënde, me gjithë shpirt dhe mendje, dhe duaje të afërmin tënd, por si vetveten, sepse kjo tregon se sa shumë e do Perëndin. Ky është thelbi i vërtet, zonja dhe zotrinj,
që ne nuk mund ta duam Perëndin nëse nuk i duam të tjerët. Dhe vetë Jezusi në një rast ka thënë, sa herë që ja keni bërë këtë ndonjërit prej këtyre vëllezërve të mi më të vegjël, si vazhdon pjesa tjetër, këtë ma bët mua. Mënyra si trajtojmë të tjerët zakonisht është ilustrim i mirë se si e trajtojmë Perëndin. Pjesa e angazhimit të plot në këtë pasazh gjendet tek një fjalë e vogël te ligji për të rirë 6:5 dhe është fjala gjithë. Ju duhet ta doni Zotin Perëndin tuaj me gjithë zemrën tuaj, plotësisht angazhuar. Ju duhet ta doni Zotin Perëndin tuaj me gjithë shpirtin tuaj, plotësisht angazhuar. Ju duhet ta doni Zotin Perëndin tuaj me gjithë forcën tuaj, plotësisht angazhuar. Këtu nuk ka vend për dashuri të ndara. Askush nuk mund të shërbejë dy zotrinjve. Nëse e njihni Zotin dhe e doni Zotin, i shërbeni atij me gjithë zemrën tuaj. Vini re se në këtë pasazh na tregohen 3 gjëra që janë pjesë e dashurisë sonë për Perëndin. Ta duam Perëndin me gjithë zemrën tonë. Zemra në dhjatën e re dhe në dhjatën e vjetër, jo domosdoshmërisht, është ajo që ne mendojmë sot për zemrën. Zemra përfaqësonte qendrën e urdhërimit në jetën tonë. Vendi ku merren vendimet, ku krijohen planet, është qendra kontrolluese e qenies së brendshme. Ajo kontrollon ndjenjat tona, emocionet tona, dëshirat tona, pasionet tona. Dhe prandaj ajo që na thuhet të bëjmë është që ta duam Perëndin ton me gjithë mendimet tona, me gjithë zgjedhjet tona dhe me gjithë vendimet tona. Due Zotin me gjithë zemrën tënde. Dhe pastaj thot, me gjithë shpirtin tënd. Çfarë do të thotë kjo? E po fjala shpirt është një fjalë që tregon atë që jemi si person, përfshir trupin, frymën dhe çdo gjë. Keni dëgjuar dikë të thotë, "Oh, ai është shpirti i gjor." Ai është shpirti i gjor. Duan thonë, ai njeri i gjor. Pra shpirti juaj është jeta që ju jetoni. Është përdorur për të shprehur veten me gjithë emocionet, dëshirat, tiparet personale që ju bëjnë ata që jeni në të vërtetë. Kur vdisni, shpirti juaj do të shkojë në parajs. Dhe mos harroni, më parë kemi mësuar këtë varg, beko shpirti im Zotin, dhe të gjitha ato që janë tek unë të bekojnë emrin e tij të shenjtë. Pra shpirti është qenia juaj. Tani dëgjoni se çfarë po ndodh. Zoti thotë që ta duam Zotin Perëndin ton me gjithçka që është brenda nesh. Ta duam Zotin Perëndin me gjithçka që është pjesë e jona dhe pastaj na thuhet me tërë forcën tënde. Oh, çfarë do të thotë kjo? Ky nuk është thjesht një term për njerëzit që bëjnë stërvitje, edhe pse mund përfshihet dhe kjo. Kuptimi i drejtpërdrejtë i fjalës hebraike për forcë është ky. Është fjala tërësi. Duaje Zotin me gjithë tërësinë tënde. Tani te shema kemi vetëm 3 kategori, por nëse lexojmë me kujdes shohim që kur Jezus i foli për këtë pasazh, ai shtoi dhe një të katërt. Ai thotë se duhet ta duam Zotin Perëndin ton me gjithë mendjen tonë. Kjo nuk gjendet në pasazhin te ligji për të rirë, por është në pasazhet tek dhjata e re. Dhe mendoj se është vendosur aty mbase edhe për një kohë si kjo e jona. Fjala e Perëndis na thotë që ne duhet ta duam Zotin Perëndin ton me gjithë mendjen ton. Sa prej jush e din se mund t'i shtojmë pak përkushtim procesit të menduarit mes ungjillorëve të sotëm. Ne kemi nevojë që disa njerëz të mendojnë me mendje dhe t'ia dorëzojnë mendjen e tyre Perëndis. Tani le të përmendim disa ilustrime se si ta duam Perëndin. Ne duhet ta duam atë me gjithë zemrën ton, me gjithë shpirtin ton, me gjithë forcën, me tërësinë ton dhe me mendjen ton. Por kur e shohim këtë mendojmë, wow, a e ka bërë ndonjëherë njëri këtë? E po e dini që Jezusi e bëri këtë kur ishte këtu në tokë. Ai i bëri gjithë këto gjëra që e kënaqnin Atin. Ai erdhi këtu për të jetuar plotësisht nën kontrollin e plot të Atit. Ai nuk mëkatoi kurrë. Ai eci në mënyrë të përsosur në këtë tokë. Pra Zoti Jezus është shembulli më i madh, por dua që ta vendos atë më njanë dhe ta veçoj sepse ne nuk jemi Jezus Krishti. Dhe ne nuk jemi në kategorinë e tij. A ka patur ndonjë tjetër që e ka dashur Zotin kështu? Unë dua t'ju jap disa shembuj që më kanë prekur në zemër. Së pari, nuk e di se si e kishte emrin kjo grua. Ajo ka një titull të keq në Bibël. Ajo quhet gruaja me reputacionin e keq. Dhe Bibla na thot te Luka 7 se ajo u shfaqi një ditë gjatë një dreke kur Jezus i kishte shkuar në shtëpinë e një fariseu. Dhe ajo hap një enë që kishte një vaj errmir shumë të shtrenjtë që ajo e mori me vete dhe pasi bie duke qarë në këmbët e Jezusit, e derdh vajin në këmbët e tij dhe pasi ja fshin këmbët me flokët e saj, ajo ja vajos me vaj.
Më lejoni të shtoj edhe këtë dimension mënyrës se si ta duam Perëndin. Sekreti për të dashur shumë Perëndin gjendet te meditimi mbi borxhin e pamatshëm që Jezusi pagoi për ju dhe sa shumë në mëshirën dhe hirin e tij ju po jetoni. Një nga gjërat që duhet bëjmë gjithmonë ndërsa marrim darkën e Zotit dhe unë përpiqem t'ju inkurajoj dhe t'ju udhëzoj që ta bëni këtë, është të kujtojmë se çfarë ka bërë Jezus Krishti për ne. Është vërtet një gjë e mirë të kujtojmë se nga kemi ardhur dhe se si do t'ishim nëse nuk do ta njihnim Jezusin, se si do t'ishin jetët tona nëse nuk do ta njihnim Perëndin, dhe në mes të gjithë këtyre të mbajmë mend sa të bekuar jemi dhe kur ne bëjmë këtë, do të duam shumë. Pra kemi këtë grua me reputacion të keq dhe pastaj nuk mund ta mbyll një histori mbi dashurinë pa ju folur për personin tim të parapëlqyer në Bibël, një njeri që quhej Pjetër. E dua Pjetrin se më bën të ndihem më mirë. Pjetri gjithmonë ishte ai i katranosi shumë gjërat, apo jo? Dhe pastaj te Gjoni 21 kemi një pasazh të mrekullueshëm ku Zoti Jezus del në breg të detit dhe fillon të flasë me Pjetrin. Dhe Zoti vërtet po e riafirmon atë dhe po e riemëron atë. Por kemi edhe një bashkëbisedim të shkurtër me Zotin dhe Pjetrit dhe dua që ta dëgjoni me shumë kujdes këtë. Unë e pash këtë javë për herë të parë me një sy krejt tjetër. Mbasi kishin ngrënë, Jezusi tha Simon Pjetrit: "Simon nga Jona, a më do ti mua më shumë se këta?" Ju përgjigj: "Po Zot, ti e di se unë të dua." Jezusi i tha: "Kulloti qengjet e mi." Përsëri e pyeti për herën e dytë: "Simon nga Jona, a më do ti mua?" Ju përgjigj: "Po Zot, ti e di se unë të dua." Jezusi i tha: "Ki kujdes për delet e mia." E pyeti për të tretën herë: "Simon nga Jona, a më do ti mua?" Pjetri u trishtua pse e pyeti për të tretën herë: "A më do ti mua?" Dhe ju përgjigj: "Zot, ti di çdo gjë, ti e di se unë të dua." Jezusi i tha: "Kulloti delet e mia." Tani pa u futur në shumë detaje, më lejoni t'ju them se thelbi i gjithë kësaj historie qëndron në fjalët që Jezusi përdori dhe fjalën që përdori Pjetri. Jezusi e pyeti Simon Pjetrin: "A më agape?" Kjo është fjala greke për dashurinë. "A më agape ti mua?" Kjo do të thotë: "A më do ti plotësisht?" A je plotësisht i angazhuar me mua? Dhe Pjetri i përgjigjet me fjalën phileo: "Zot, ti e di se unë të dua." Dhe Zoti i thot: "Pjetër, më lejo të të bëj sërish një pyetje. A më agape ti mua? A më do vërtet mua?" Dhe Pjetri thot: "Zot, ti e di se unë të dua." Dhe unë kam vrarë mendjen se pse do të bënte Pjetri këtë. Pse nuk e pranonte fjalën që përdori Jezusi dhe së fundmi sot kuptova se ai kishte shkelur gjithë përmbajtjen e dashurisë agape, sepse nuk kishte bërë gjërat që ju thanë të bënte. Në fakt, ai e tradhtoi krejtësisht Zotin në 3 raste të ndryshme. Pjetri e dinte se dashuria ishte më shumë se sa fjala që ti thua. "Pra Pjetër, nëse do vërtet të më duash, shko dhe bëj atë që të them unë, kulloti delet e mia, kulloti qengjat e mi. Dhe pastaj do t'i mësosh të tjerëve dhe vetes se çfarë do të thotë ta duash Perëndin." E dini, si përgjigje ndaj të gjitha këtyre për dashurinë, kemi një ilustrim interesant, që vetëm një herë në dhjatën e vjetër na tregohet për dikë që e deshi Perëndin. Do t'ju tregoj se ku është ky pasazh. Është tek 1 Mbretërve 3:3. Salomoni e donte Zotin. Në asnjë vend tjetër të dhjatës së vjetër nuk na thuhet Davidi e deshi Zotin, Jonathani e deshi Zotin, Samueli e deshi Zotin, nuk na thuhet askund. Është edhe më mbreslënse në dritën e tendencave të tanishme të përlëvdimit dhe adhurimit që fjala dashuroj kur nuk është në veten e parë njëjës kur bëhet fjalë për Perëndin. Askush, as edhe psalmisti, nuk ka deklaruar kur që ai ose ajo e donte Jahuen. Nga fjalët e Mojsiut, ne mësojmë se spiritualiteti lind nga zemra dhe pastaj shtrihet në gjithë jetën. Njerëzit e Biblës e kuptonin se sa gjë madhështore ishte të thoshe se e doje Perëndin, sepse ishte më shumë se sa thjesht fjalë që rimonin me njëra tjetrën dhe që krijonin lirika. Por kjo përfaqësonte jetën e tyre. Dhe nuk po them që ne nuk duhet i themi kur Zotit se e duam atë, por po them se kur ne i themi Zotit që e duam atë, ne duhet të mendojmë për përmbajtjen që e shoqëron këtë. Kur ne i këndojmë Zotit: "Zot, unë të dua ty", ne duhet kuptojmë se ajo që po themi në të vërtetë është: "Unë të dua ty aq shumë sa do të bëj atë që ti më thua të bëj. Unë do të jem i bindur ndaj teje, unë do të të nderoj ty jo vetëm me gojën time, por edhe me jetën time."
Fjalët e Mojsiut na mësojnë se spiritualiteti lind nga zemra dhe pastaj shtrihet në gjithë jetën tonë. Dhe ata që pretendojnë se janë fetar, priren që t'jenë objekti dy çështjeve të ndryshme. Së pari janë disa njerëz që trajtojnë spiritualitetin sikur të ishte një gjë krejtësisht private dhe askush nuk ka pse të di gjë për atë që po ndodh në zemrën e tyre. Jam vetëm unë dhe Perëndia dhe nuk ka çu duhet të tjerëve. Pastaj kemi disa të tjerë që nuk kanë asgjë për brenda për cilën të flasin, por janë vetëm të jashtëm, vetëm po pozojnë për të tjerët. Por shfaqet Mojsiu dhe thoti jo, dëgjo Izrael, Zoti, Perëndia ynë është një i vetëm, ti ke vetëm një Zot. Ti duhet ta duash atë me gjithë zemrën tënde, duke dashur Perëndin së brendshmi, me gjithë shpirtin tënd, duke dashur Perëndin së jashtmi, me gjithë forcën tënde, duke dashur Perëndin me gjithë tërsinë tënde. Duaje Perëndin me gjithë mendjen tënde. Mund t'ju tregoj një sekret? Shumicën e jetës ime, si shumica prej jush, gjithmonë kam kuptuar se njihja Perëndin dhe që e doja Perëndin dhe që do doja të vazhdoja të bëja atë që po bëj. Por a nuk keni dyshime ndonjëherë, unë gjithmonë, Zot, e di që nuk të dua ashtu siç duhet. Çfarë do thot kjo? Deri në kohët e fundit nuk kuptonte se nuk lutem aq sa duhet. Nuk dëshmoj aq sa duhet. Ju e dini listën, të gjitha këto gjëra. Dhe pastaj gjatë këtyre javëve dhe ditëve të fundit fillova të kuptoja se kur bëj atë që Perëndia më thret të bëj, unë po e dua Perëndin. Amen. Po ashtu edhe ju. Amen. Ju mund mos e doni Perëndin aq sa duhet ta doni, por me shumë mundësi po e doni Perëndin më shumë nga sa mendoni. Dhe miqtë e mi, dua që sot ju them se çfarëdo që të bëni, bëheni me gjithë zemër, si për Zotin. Duheni Perëndin me gjithë zemër, shpirt dhe mendje. Nëse po e doni atë më shumë nga sa mendonit, duheni atë më shumë nga sa e keni dashur. Dhe jo vetëm duke ardhur në kishe, duke i kënduar himne emrit të tij, ju e doni Perëndin kur jetoni për Perëndin. Le t'i përkushtojmë veten ndërsa futemi në këtë stin të re. Ky vit do të jetë një vit kur unë do të jetoj për Perëndin, me gjithë zemrën time, me gjithë shpirtin tim, me gjithë tërsinë time dhe me gjithë mendjen time. Me anë të hirit të Perëndis, le të jetë ky përkushtimi ynë. Faleminderit që ishit me mua sot në moment vendimtar. Sa më shumë që e studiojmë fjalën e Perëndis, aq më shumë e kuptojmë që Perëndia ynë i dashur dëshiron të ketë një marrëdhënie personale me gjithë secilin prej nesh. Nëse doni që të filloni një marrëdhënie me të, hapi i parë është që të pendoheni për mëkatin tuaj dhe t'i kërkoni Jezus Krishtit të bëhet Zoti dhe shpëtimtari juaj. Sapo ta merrni këtë vendim për të pranuar dhuratën e shpëtimit të Perëndis, do të fillojë udhëtimi juaj me Perëndin si një krijesë e re në Krishtin. Pra, nëse sot e keni marrë këtë hap besimi, unë ju inkurajoj që ta ndani vendimin tuaj me të krishterë të tjerë në një shërbes të besueshme apo në një kishë të zonës, dhe që të vazhdoni të rriteni në besimin e sapo gjetur. Perëndia ju bekoft, teksa filloni ecjen me Perëndin, dhe unë pres me padurim që të shihemi herën tjetër këtu në moment vendimtar.